Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku i jep urdhër, hani një banane çdo ditë dhe do trajtoni këto sëmundje. Banania mund të konsiderohet si një frut i nënvlerësuar në krahasim me frutat e tjera ekzotike, të cilat janë kthyer në një trend, por përfitimet e këtij fruti janë nga më të shumtat. Banania është mjaft e popularizuar për efektet e saj, njëkohësisht ajo është edhe mjaft e shijshme. Ajo i jep trupit ton të gjitha ato gjërat e mira për të cilat trupi jon ka nevojë. Ato përmbajnë shumë vlera ushqimore, vitamina, fibra, ëmbëlsues natyral si sukroza dhe fruktoza. Ja pse duhet të hani banane çdo ditë dhe t'i thoni doktorit ik. Gjëja më e mirë për bananet është se i gjen shumë lehtë dhe sigurisht ato kanë edhe një çmim akoma dhe më të lirë. Ato i gjen edhe tek dyqani poshtë shtëpisë me një çmim mjaft të lirë. Banania është një nga frutat më të konsumuara në botë, më shumë se mollët dhe portokallet e marra së bashku. Këtu ju do të mësoni disa prej përfitimeve më të mëdha shëndetësore të cilat ne mund t'i marrim pikërisht nga banania. Urthi, ndryshe njihet edhe si djegja e stomakut. Bananet kanë një efekt natyror anti-acid dhe mund të çlirojnë nga shqetësimet e shkaktuara nga aciditeti i lartë në stomak. Mjafton të hash vetëm një banane dhe menjëherë do të ndjesh lehtësimin nga simptomat e djegjes së stomakut. Tensioni i gjakut. Bananet janë një frut i shëndetshëm për zemrën, janë të pasura gjithashtu me potasium dhe kanë shumë pak sodium, një kombinim i përsosur për mbrojtjen nga infarkti dhe gjithashtu goditjet në tru. Burim energjie. Nëse ha një ose dy banane para ushtrimeve tuaja në palestër, ju do të përfitoni shumë energji për mbi një orë stërvitje. Karbohidratet me bazë të ulët glicemie, vitamina dhe mineralet janë një mbështetje e madhe për trupin, duke i dhënë atij forcë, ndërkohë që potasi ndihmon për të parandaluar ngërçet muskulare. Kundër anemisë, bananet janë gjithashtu një aleat shumë i fuqishëm i pacientëve të cilët të vuajnë nga anemia. Gastrozen. Gjithashtu, këtu ju do të mësoni si të shpëtoni nga kapslloku dhe fryrja pa klizma dhe dhimbje. Banania u jep atyre hekurin e nevojshëm të dietës, e cila stimulon qelizat e kuqe dhe prodhimin e hemoglobinës, por njëkohësisht edhe shton furnizimin me gjak. Ulçera. Ata që vuajnë nga ulçera në stomak e dinë shumë mirë që duhet të rrinë larg disa ushqimeve. Mos u shqetësoni, banania nuk është një prej tyre. Mund t'i konsumoni pa problem sepse nuk do t'ju shkaktojnë as edhe një shqetësim në stomak. Kjo ndodh sepse bananet janë të buta, të lehta, kremoze dhe gjithashtu të mira për stomakun, duke i dhënë atij mburojën e nevojshme ndaj aciditetit dhe irritimit. Fruti i lumturisë. Banania gjithashtu të shton humorin dhe lufton depresionin për shkak të nivelit të lartë të triptofanit që në trupin ton transformohet në serotonin. Serotonina është gjithashtu hormon i lumturisë. Ajo i bën njerëzit që të ndihen të qetë, të lumtur dhe gjithashtu me humor të mirë. Hani banane dhe do të jeni të lumtur. Qetësuese nervash. Duhet të hash banane kur je me humor të keq ose i stresuar. Fruti magjik ndihmon në rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Vitamina B, e cila gjendet me shumicë tek banania, qetëson gjithashtu sistemin nervor dhe i bën njerëzit që të ndihen më të qetë dhe me humor. Kundër temperaturës së lartë. Gjithashtu, në qoftë se ju keni një temperaturë të lartë, atëherë duhet që të hani një banane. Në sajt e enzimave që përmban banania ul temperaturën e trupit dhe për këtë arsye banania
ofron edhe mjaft përfitime të tjera për organizmin ton, por mos u mjaftoni me një apo dy, mundet që t'i konsumoni gjatë gjithë ditës kur ju të ndiheni të uritur, keni nevojë për energji dhe për humor të mirë. Gjithashtu, banania është një nga dhuratat më të mira që natyra ka ofruar për njerëzimin. Ka njerëz të cilët konsumojnë çdo ditë një banane kur ata janë në zyrë gjatë pushimit apo kur ata bëjnë ndonjë shëtitje. Banania konsiderohet si një frutë me përfitime të shumta për organizmin. Të hash një ose dy banane në ditë ndihmon për të pastruar gjithashtu organizmin tuaj, por njëkohësisht edhe për të hequr qafe, toksinat dhe për të mbajtur sytë dhe flokët tuaj në një gjendje të mirë dhe sigurisht për t'u ndjerë më rehat. Dhe jo vetëm, nëse është e vërtet që banania ka formën e një buzëqeshje, atëherë është e vërtet që ajo përmirëson humorin. Këtu ju gjithashtu do të mësoni edhe arsyet përse ju duhet që të konsumoni një banane çdo ditë. Largon ndjesinë e fryrjes, djeg kalorit, përmirëson gjithashtu humorin, largon stresin dhe ankthin, siguron gjumë të qetë, fuqizon gjithashtu muskujt e rehatshëm dhe ndihmon në rikuperimin e energjive. Stabilizon nivelin e sheqerit në gjak, ndihmon në procesin e tretjes, largon ndjesinë e urisë dhe gjithashtu ul nivelin e kolesterolit. Nga ana tjetër, është e pasur në vitamina dhe në lëndë ushqyese, largon ndjesitë të villit të cilat ndodhin tek gratë shtatzëna dhe po ashtu ajo mundet që të forcojë kockat, ndihmon në parandalimin e sëmundjeve, mbron nga sëmundjet e këqija dhe po ashtu ul rrezikun e anemisë, përmirëson gjithashtu shikimin dhe ndihmon në dezintoksimin e organizmit. Banania është një frutë tërësisht tropikal i cili është shumë i përhapur në të gjithë globin. Populariteti i saj vjen jo më kot pasi ajo është e mbushur me energji, minerale dhe vitamina nga më të vlefshmet dhe për këtë arsye populariteti i saj është tërësisht i merituar. Kështu që edhe ky frut është ideal për moshën dhe për çfarëdo lloj diete, përfshirë edhe persona të cilët duan të humbasin në peshë. E ngrënë në sasitë e duhura, banania mundet që të sjellë përfitime. Këtu ju do të gjeni disa nga karakteristikat më të vlefshme të këtij fruti. Për persona që kanë dieta strikte, keni parasysh që 100 gram banane përmbajnë 90 kalori. Ato janë një burim shumë i mirë kaliumi, magnezi, hekuri dhe disa beta-karotenesh, dhe duke qenë të pasura me kalium, bananet ndihmojnë në nxjerrjen nga trupi të lëngjeve të tepërta. Kur një person konsumon shumë kripra dhe ka mungesë kaliumi në trup, me shumë mundësi do të zhvillojë probleme të hipertensioni. Për këtë arsye është e rëndësishme të merrni sasitë e duhura të kaliumit dhe bananet janë burimi i tyre më i shkëlqyer. Stresi mund të ndikojë në metabolizmin ton dhe të shkaktojë uljen e niveleve të kaliumit. Për të balancuar këtë nivel, idealja është të konsumoni banane si një nga burimet më të mëdha të potasiumit. Në këtë kuptim, përfitimet e bananes shkojnë përtej furnizimit të trupit me kalium, si në rastin e mëparshëm ato do të ndihmojnë që ju të ndiheni më mirë. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni bashkë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!